Doli para, doli një plan. E të mërshme Amina. Doli në televizor Amina. Doli në kjo pjesë. Kujtë banorëve ju vu flakat e shimë shpegoj që se Atere, jo me larkë se sot, faktu transmituave nga televizionet e tjera, për në patëm kamerën tonë atje. Pash grushta, shema, banorët ish uzina e këtyre tensionit të lartë, antenave tensionit lartë, linjës tensionit lartë. Në fund të rrugës Siri Kodra, ka qenë magazina dykurshme që i bëri Gjagji. Bravo. I bëri Gjagji atje. Shumë punëtorë nga ta që janë sot në për ato ambiente, më thënë shumë banorë nga ato të ambienteve, kanë qenë pjesë e ndërmarjes. Që i ka rënë brek ku vetë ndërmarje në atë ko, i futi dhe i strehojnë për këto ambiente tjetër, sepse u zvoglua, u ira procesi, të ambiente ishin bosh. Se s'kishin shtëpia, ishin pas tre, po. Nese, që do mbetëm a pasapi. Sot ato banorë u nxorën nga ndej me një vendim gjykate, erdhi përmbarimi, në mbështetje të përmbarimit ishte policia e shtetit. U nxorën apo u flakën? Se të nxjerrë robi të shoqëron. Një sekond. Ose të nxjerrë, e ke parasysh, është isoj. Të kuptoj, jo, shiko. Në fakt, unë nuk dua të dalë mbi vendimin e gjykatës, sepse ajo është prejur për çrëndësi ka, se si e dim të gjithë, por nuk dua të paragjykoj kërkën se u mor vendimi, pse u morë e tjerë, po bazuar në ca letra që kam unë këtu. Kam vetëm një pyetje më. Në bazuar në ca letra që kam unë këtu, u flakën. Kam vetëm një pyetje. Si puna Oktapotit, o i hedh gur kali dhe del vet, ose fut dorën dhe Okej. Ndiqni pak pamjet, ose më saktë pamjet që kam rajon e rritit të merrte sot në konfliktin midis banorëve, përmbarimit dhe policisë së shtetit që ishën më mbështetje. Ndiqni pak të pamje. Prifti jo mrena! Prifti jo! Se fut prifti mrena! Nuk është përbaru! E një shanë vjetë të Ka vdek shteti, kryeministër! Kjo është lufta kundër korrupsionit! Qa mafiosi është duart, policia shtetit. Shikoj duart, shikoj, kapi mirë duart. Qarë bëjnë? Sikur ne të kishim qënë kriminalat e shtetit shqiptar, që kriminalat nuk i zonat shpet. Nese unë... Nuk është asnjë problem. Okej, je shiko. Përderisa shteti të rret, do të thotë që ka të drejtë. Okej, po sigurisht. Nuk shoh asnjë problem. Okej. Atëherë më duhet të ndalem pak gjatë. Unë nuk jam ekspert i fushës, domethënë nëse këta banorë do ishin prekur, do ishin kapur, do ishin atje, po në fakt për sa kohë kundërshton një policë, e nuk e di se kush quhet kundërshtim dhe kjo pjesë, ata të marrin, por duhet të ndalem pak gjatë tek ai fëmijë 16 vjeçar, sepse këta e pan kështu të gjatë fëmijën dhe e morën e kapën. Ndërkohë që është vetëm 16 vjeç. Është vetëm 16 vjeç dhe kërkush nga ata të Reneas, ta polici që ka fëmijë në shtëpi,
nuk do donte që fëmia ti të skuqishe të shtrëngoheshe nga durët në atë farforme, kupto? Sepse një nga ato zonjat e familjes le të rrisa 16 vjeçarit e tjerë. Po ka shku kështu si kallam. Është dal mes katër rrugëve, e kupton? Ndërkohë që jam shumë i sigurt se ma humbe idenë që do thoja që ajo zonja e tha qartë e pastër. Kur është puna ke këta 16 vjeçarët morin të përthyn mes. Këta kriminale gjona tjerë në fakt ka pasur dhe arritje. Ato madje i thon të lutem në Kjo ishte situata që ndodhi sot mi nderuar. E thash në fillim, domethënë në një marrëveshje gazetareske, në moralin tim gazetaresk dhe të kolegëve të mi, unë në këtë temë kam në mos gaboj 2-3 ditë që e kam nisur. Dhe për këtë arsye, për të sqaruar gjithë situatën në këtë arsye, Gasa Hiti u ka marrë intervistë këtyre banorëve para se të ndodhte kjo situatë. Ndiqeni pak intervistën dhe ankesën e dy banorëve. Zotëri, pse jeni drejtuar emisionit tonë? Ne jemi drejtuar emisionit tuaj sepse nuk patëm mundësi tjetër komunikim me asnjë lloj institucioni më. Të një jepet drejtësia as me institucionin gjykatës, as me institucionin e ministrisë, me asnjë lloj institucioni tjetër. Si qëndron problematika? Problematika ka se këtu jemi 14-15 familje që jemi futur këtu. Jemi futur që në vitin 93, biles disa në vitet 90 që janë kanë punojës të nërmarjes, kjo ka qenë shoqëria shumë nërmarje e prodhimit linje atencionit lartë. Kemi i kemi përshtat në ambjent e banimi, është nërmarje shtetërore, ka lej shoqëri në 93 shoqëri me kapital përbash SPK Albitalia Konstruksion, me përfaqësues 60% kapital italian, 40% kapitalit shtet. Pastaj, masi bani atë derën e kapitalit gjoja 60%, se është komplet me dokumenta false, edhe blerja e kapitalit në shumën prej 20.000 euro, një kapital prej $850.000, e bleu ky me 20.000 euro, me letra dore, jo me transakcione bankare, as me por me lek kesh në dorë, thot. E ke këtu të shkruhet, e ke në dokumenta. Komplet se si ja ble. Territori ka qenë 16.400 metra katror. Territori. Një firmë private, që ka pa prunëroje private kështu, quhet ARB, ajo ka marrë 10.000 metra katrore si dëm shpërblim për nuk i kanë dhënë parat. Si dëm shpërblim për rrogat. E punojës se kishte 9 vjet pa marrë pagesën e punojësve. Dhe kjo 10.000 metrash nuk merret vesh se ku hoq. A nga kapitali shtetëror, a nga kapitali italian. Me fjalë, nga 60% që 20% apo nga i pjesë. Se po t'i bien si ashtu, atë ngelen 6.800 metra. 6.800 metra, 800 metra janë ne që jemi nënësore, pa prish punë fare. Italiani nuk ka pas drejt më shqit, se si u rregullu Genc Ruli, me Nasip Naçën, se Nasip Naçë që është ministri i drejtësisë sot, e ka shqit në gjyq këtë. Dhe në lekuidim edhe ka fut në gjyq. Dhe për 3 muaj nuk gjinte adresa e këtij, nuk mundshin me gjetë adresën e zotit Prifti, dhe në fund u rregullo puna dhe u tërhoq zoti Naço, urdhno ke, po nxirr nga shtëpia, kush këtu thot vërtetim me anë të cilit vërtetojmë se zoti Kont Mira Shteshaj është punojës së ndërmarrjes Albitalia Konstruksion SPK Tiranë, ish ndërmarrja linja të tensionit lart nga viti 1985, me profesion montator dhe shofer. Ndërmarrja punojësit e me sipër i ka siguruar shtrehimin e lëshuar këtë vërtetim sipas kërkesës tij. Pra, këta ishin në banorët të cilët folën gjëra gjatë, kuptohet, ato folën shumë gjatë se sa kaq sa ndoqët ju. Banorët të cilët kjo nuk është hera e parë që flasin. Absolutisht, po do të jetë një hap i dytë që do të tregoj se ku kanë folur, ku janë drejtuar banorët. Pra, banorët kanë bindjet e tyre, kanë argumentat e tyre, disponojnë letrat e tyre, kanë një logjik të tyre rrjedhse që thonë që e gjitha kjo që ndodhi është në kundërshtim me ligjit e këtij shteti. Por me sa duket, nuk është hera parë që në oazin e bukur shtetëror në cilin jetojmë, ka dhe persona që pinë më tepër ujë se ç'pim unë e ti, apo jo? Çfarë po do që shteti e ka gabim? Në qoftë se ti mendon që shteti ka thuaj këtu live përpara 3 milion banorëve, që shteti e ka gabim. Ke guxim të thuash që shteti e ka gabim? Ke guxim të thuash që ka 23 vjet që shteti e ka gabim? Ulu. Jeni legena, jeni kap gjithë me shtetin. Jo, unë këtë nuk mundem ta them se nuk kam guxim. Ky ka 23 vjet ky shtet që na udhëheq, e na ka çuar nga fitoria në fitore. Një sekond. Unë këtë nuk e them dot që shteti është gabim. Po fjalë shteti gabim. Ora man, me kaq mundësit kam e them që shteti e ka dhi. Gabim janë ato që komandojnë shtetin, jo se ka shteti gabim. Bukur.
të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.